Nuk e pranoj fajësimin. Me këtë e pandehura Jelena Gjukanović në vazhdimësi e ka kryer veprën penale të spionazhit e pandehura në disa raste edhe është takuar në zyrat të BIA-s në Beograd. Ka nisur gjykimi për spionazh ndaj ish-zyrtares së OSBE-s Jelena Gjukanović. Ndaj saj, Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës më 4 shtator 2025 ka ngritur akt akuzë, e cila ngarkohet se ka ndihmuar me informacione Agjencinë për Inteligjencë dhe Siguri të Serbisë. Në seancën fillestare, ajo sot u deklarua e pafajshme. Atëherë Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës, duke mbështetur në dispozitat ligjore të kodit procedurës penale, ka ngritur akt akuzë kundër panderës Jelena Gjukanović me dhënat e cekura si në proces verbal, e që gjendet në masën e paraburgimit nga data 28/02/2025, sepse nga data e pacaktuar e në vazhdimësi deri në momentin e arrestimit të saj, me datë 28 shkurt 2025, në cilësinë e zyrtares vendore të misionit të OSBE-s në Kosovë, pranë zyrës rajonale në Mitrovic, në pozitën zyrtare e programit kombëtar në qendrën rajonale në Mitrovic, me vetdije të plot dhe me dashje direkte, ka kryer veprime të përsëritura që përbëjnë ndihmë aktive për veprimtarinë informative të një shërbimi të huaj, konkretisht të Agjencisë për Inteligjencë dhe Siguri të Republikës së Serbisë, e njohur si BIA, duke i ofruar të dhëna, dokumente dhe informacione të ndjeshme të siguruara gjatë ushtrimit të detyrës së saj zyrtare në kuadër të aktivitetit të misionit të OSBE-s. Ndihmë kjo e realizuar përmes komunikimeve të shumta me tani të dënuarin për veprën penale të spionazhit agentin rezident të BIA-s Aleksandr Vlajić, të cilit i ka përcjell informacione të dokumentuara që lidhen drejt për së drejti me rendin kushtetues, sigurinë institucionale dhe veprimtarinë e mbrëmshme të institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilat informacione pastaj janë transmetuar tek zyrtarët e lartë të BIA-s, përkatësisht Ratko Gajtanović, përgjegjës i BIA-s për rajonin e Novi Pazarit në Serbi, dhe zyrtarin tjetër Ljubisha Bukvić, ku me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe është takuar në zyrat të BIA-s në Beograd. Ka kontribuar në kirimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të sigurisë, shtetësisë dhe integritetit të Republikës së Kosovës, çka përmes këtyre veprimeve të qëllimshme e pandehura ka cenuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare dhe ka vënë në rrezik serioz jetën dhe sigurinë personale të zyrtarëve shtetëror, qytetarëve të vendit, si dhe personelit ndërkombëtar të misionit të OSBE-s në Kosovë. Me këtë e pandehura Jelena Gjukanović në vazhdimësi e ka kryer veprën penale të spionazhit. Në nevojë të deklarimi juaj e pranoni apo pranoni Sjellja tani presidenti Kryeministrit. Nuk e pranoj fajësimin.